Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi sot nga Shkodra se harta e re gjyqësore ende nuk ka dhënë të gjithë efektin e saj dhe se rishikimi i saj pritet të realizohet vitin e ardhshëm nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Harta gjyqësore rishikohet nga Këshilli i Lartë i Gjyqësor në çdo 5 vjet. Unë besoj që ne ende nuk kemi përdorur të gjitha potencialet që ajo na ka krijuar. Duhet të shikojmë se si pasi të mbushen vakancat, pasi të plotësohen të gjitha gjykatat me gjyqtarët përkatës, pasi të kenë ambientet e tyre, pasi të kenë sistemet e automatizuara, atëherë besoj që mundet të shikojmë edhe se si të rishikojmë dhe njëherë hartën gjyqësore, a u shërben ajo më mbi qytetarëve. Por në radhë parë njëherë kjo hartë që kemi duhet të optimizohet në maksimalitet. Ministri u ndal edhe tek çështjet gjyqësore në vend, duke theksuar se aktualisht janë rreth 130.000 çështje në proces. Një nga gjërat që po bëjmë me Këshillin e Lartë Gjyqësor është pikërisht standardizimi i statistikave, që ne t'i lexojmë çështjet njësoj, sepse shifra që kemi ne është diku ke 130.000 dhe ajo çfarë po shohim është një tendencë dhe një plan serioz nga i gjithë sistemi i drejtësisë për t'u ballafaquar me vonesat që janë shkaktuar për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Fatkeqësisht gjysma e magjistratëve tanë nuk ja dolën provës së integritetit dhe ai numër po plotësohet me gjyqtar, magjistrat të rinj, prokuror të rinj, kështu që besoj që në ditët dhe në muajt në vijim ne do të shohim hapa konkret për këtë sfidë të vërtet që është jetëgjatësia e një çështje në gjykat dhe trajtimi i tyre me shpejtësi. Gogu shtoi se standardizimi i sistemit të drejtësisë mbetet në thelb të reformës. Standardizimi dhe standardi europian i drejtësisë është thelbi kryesor i reformës, duhet ta sjellim atë standard në çdo sallë gjykate, në çdo shërbim që ne i ofrojmë qytetarëve. Ministri zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Luigi Gurakuqi në kuadër të një leksioni të hapur mbi aksesin në drejtësi dhe integrimin evropian. Çështja e integrimit evropian është e prekshme tek i gjithë komuniteti, por në mënyrë të veçantë studentët e drejtësisë. Ne kemi fatin të kemi student cilësor, kemi fatin që të punojnë shumë dhe ta shohin integrimin evropian edhe si një mundësi të tyre për t'u rritur profesionalisht. Kanë kaluar 10 vite nga reforma kushtetuese e drejtësisë. Unë personalisht e kam të vështirë ta mas të them nëse ka qenë suksesshme ose jo, por disa pyetje ende ngrihen nga qytetarët shqiptar, siç kanë bënë me faktin nëse ne po japim drejtësi një lloj për gjithë, nëse shqiptarët e zakonshëm kanë besim të sistemi i drejtësisë dhe të kjo reformë, ose përtej spakut dhe gjykatës së posaçme a merr një qytetar i zakonshëm drejtësi në kohë